Çfarë do të ndodhë gjatë vitit 2026? Ja parashikimet e pabesueshme të Nostradamusit. Po sikur t'ju thoja që viti 2026 është shkruar në qindra vite më parë, Nostradamusi ka lënë parashikimet që flasin për ndryshime të mëdha botërore, kriza dhe ngjarje që askush nuk i kishte pritur. Disa thonë se profecitë e tij janë thjesht mite, por të tjerët besojnë se 2026 do të jetë viti që do të ndryshojë gjithçka. Qëndroni deri në fund të kësaj video sepse ajo që do të dëgjoni është e pabesueshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndërsa fillon viti 2026, ndjekësit e Nostradamusit kanë zbuluar një sër profecish të reja të zymta të lidhura me këtë vit. I lindur si Mikael de Nostradame, Nostradamusi ishte një astrolog dhe mjek francez që jetoi në vitet 1500 dhe parashikoi disa nga momentet epokale të ditëve të sotme. Të tilla si ngritja në pushtet të diktatorëve, sulme të ndryshme dhe përhapjen e sëmundjeve. Ai është i njohur për librin e tij Les Profecies, Profeci, botuar në vitin 1555, i cili përmban 942 katërvargësha poetik që interpretohen gjërësisht për ngjarjet globale. Edhe pse tekstet origjinale të Nostradamusit nuk kanë data specifike, teoricienët konspiracionist pretendojnë se katërvargështi 26 i veprës së tij korrespondon drejt për së drejti me ngjarjet e vitit 2026. Në vitin 2025, Nostradamusi parashikoi fundin e konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës, një asteroid që përplasej me tokën, fatkeqësinë natyrore në Brazil dhe shpërthimin e një murtaje të lashtë. Ja parashikimet të Nostradamusit për vitin 2026 të publikuara në Sky History. Një figurë e njohur botërore do të humbasë jetën. Sipas kërkimeve të paqarta të Nostradamusit, një figurë popullore mund të goditet nga një rufe, siç citohet në vargun e 26 të kapitullit, njeriu më i madh do të goditet ditën nga një rufe. Ato janë në harmoni me shkrimet e Nostradamusit që besojnë se po i referohen vrasjes së një figure të shquar mashkullore ose ndoshta një grup shteti politik që mund të trondisë edhe një regjim politik, siç mund të jetë edhe ai i Venezuelës, i cili së fundmi i ka dhënë edhe një drejtim tjetër konfliktit midis Amerikës. Rrjedhje të mëdha të gjakut. Një nga vargjet e Nostradamusit që lidhet me vitin 2026, profeti paralajmëroi se rajoni Zvecjerani, Ticinos do të mbushet edhe pas një akti të pafavorshëm. Për shkak të favorit që qyteti do të tregojë, Ticino do të mbushet edhe me konflikt, thuhet në vargun e francezit të përkthyer në anglisht. Ticino është një rajon italisht folës i vendosur në pjesën më jugore të Zvicrës, i cili është i famshëm për liçenet dhe akullnajat e tij të qeta. Megjithatë, tradicionalisht neutral, kjo strofe e shekullit të 16 ka nxitur teori konspirative për një konflikt tjetër europian që potencialisht përfshin tensione dhe kombinimin midis fqinjve të Italisë. Në orët e para, një zjarr shkatrues mund të shkatrojë edhe një pjesë më të madhe të këtij rajoni, ka cituar Nostradamusi në parashikimet e tij, citon Sky History. Bletët biblike. Parashikimet e tij kryesore të Nostradamusit thonë: tufe e madhe e bletëve do të ngrihet natën që do të ngrinë edhe pritat, gjë që i ka lënë përdoruesit e mediave sociale të hutuar. Disa interpretime sugjerojnë se në vend që insektet uzen në prind qyteteve, bletët janë të lidhura me politikën dhe në veçanti me udhëheqësit botëror. Sipas një raporti të New York Post, meqense ngjyra e zezë përdoret për të referuar insekteve, mizojnë dhe fashistëve, regjime totalitare mund të triumfojnë në vitin 2026. 7 muaj luftë e madhe është parashikimi i tij për vitin 2026. Një varg specifik. 7 muaj luftë e madhe, njerëz do të humbajnë jetën nga e keqja. Ruen Euxuer mbreti nuk do të dështoj, shihet gjërësisht si një referencë për një konflikt global 7 mujor. Disa besojnë se ky katërvargësh aludon në një përmbledhje midis udhëheqësve botëror
që janë të sigurt për fitoren e tyre dhe refuzojnë të të riqen, citon Sky Story. Përballje detare. Foster dhe Galara rreth 7 anije në luftën e humbjes dhe të shpërthimit, thuhet në 4 vargështin e 6, 26 shkrimet e Nostradamusit, duke quar në teorinë një përballje detare të cilat mund të zhvillohen edhe më shumë. Lufta detare mund të përfshijë Kinën, e cila ka qenë prej kohësh e përfshirë në konflikte territoriale në detin e Kinës Jugore. Kina, Tajvani, Vietnami, Malajzia, Brunei, Indonezia dhe Filipinet mund të jenë 7 anijet që përmban në profeci, citon Sky Story. Sipas raporteve, pikpamja e zgjumbotrore Nostradamusit rrjedh nga konsumi i tepërt i djatës së vjetër dhe trauma e humbjes së gruas dhe fëmijës së vogël nga një sëmundje, dhe me sa duket nga probleme të rënda. I paaftë për të shpëtuar të dashurin e tij, Nostradamusi kërkoi ngushëllime duke parashikuar fatkeqësitë dhe zymtësinë që mund t'i ndodhë njerëzimit, ndërsa ai ka cituar në parashikimet e tij. Ju bëjmë dije se në këtë video kemi paraqitur vetëm disa parashikime të renditura sipas mediave të njohura botërore siç është Sky Story, të cilat kanë publikuar parashikimet sipas Nostradamusit. Këto parashikime nuk do të thotë se ju duhet t'i besoni deri në fund, por janë thjesht disa informacione paraqiten në mënyrë të gjerë në të gjitha mediat botërore. Parashikimet e Nostradamusit për vitin 2026 përshkruajnë një të ardhme të ndërlikuar për njerëzimin. Profecitë e tij kanë qenë deri diku edhe të realizuara. Për këtë, ekspertë të ndryshëm e citojnë atë se ato kanë qenë të bazuara në intuitën e tij. Disa të tjerë i citojnë se janë thjesht mite, të ardhura brez pas brezi, sidomos nga persona të cilat besojnë në konspiracionizëm. Është e rëndësishme që të dini se këto informacione kanë vetëm për qëllim të informojnë dhe asgjë më shumë. Nëse doni që të besoni atë të cilën ai ka përshkruar në parashikimin për vitin 2026, ju ftojmë të shfletoni mediat e huaja, sidomos ato në gjuhën angleze, për të bazuar se cilat janë parashikimet që ai ka dhënë edhe për gjatë gjithë viteve dhe cilat kanë qenë ato të cilat janë realizuar sipas tij. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë mendimet ose besimet tuaja dhe nuk kanë për qëllim që të ndërhyjnë në atë që doni të mendoni ose është drejt ose jo. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani më shumë këtë video në profilin tuaj.